Një moment i papritur ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku Eglitako ka ndarë me gjeste një informacion që duket se ta marrë nga jashtë. Bëhet fjalë për një deklaratë Rozana Radit, e cila ka thënë nuk kam si t'jem homofobe, kur unë rri me gjestin. Egli i tregoi këtë moment gjestit, duke thënë se ja kishte treguar vetë Rozana. Megjithatë, e vërteta është se këto fjalë Rozana e ka thënë në praninë e Livjas, gjatë një bisede mes tyre. Ky detaj ngre dyshime se Egli mund të jetë ngatëruar, duke menduar se e ka dëgjuar këtë deklaratë kur ishte brenda shtëpisë dhe jo jashtë saj. Ky veprim mund ta vendosë Eglin në një pozitë të rrezikshme, pasi rregullat e Big Brother VIP Albania janë strikte në lidhje me sjelljen e informacionit nga jashtë. Por ndërkohë kujtojmë se të njëjtin informacion ja ka dhënë gjestit edhe Jozi pas rikthimit të tij në shtëpinë e Big Brother VIP dhe ende nuk është marrë asnjë mas për to.